Me 27 nëntor, me kameran ton vizituam fshatin Koj të komunës së Tuzit, ku është vendosur flamuri shqiptar në zemër të fshatit, një simbol krenarie dhe qëndrese për banorët vendas, por edhe për të gjithë ata që mbajnë lidhje shpirtërore me këtë vend. Iniciativa dhe mbështetja e Koli Vanaj dhe shoqatës Koja me seli në Shtetet e Bashkuara të Amerikës bën të mundur vendosjen e këtij flamuri në një shtizë të gjatë që tashmë valvitet mbi Koj si një dëshmi e gjallë e identitetit dhe historisë së saj. Ky gest mbart një peshë të madhe emocionale, sepse rikthen në kujtesë rrënjët, sakrificet dhe përkatësinë e një komuniteti që ka mbajtur gjithmonë lart vlera të ndërvite. Koja është një fshat me histori të thellë, një vend që ka kaluar sfida të shumta ndër shekuj, nga periudhat e vështira dhe vuajtjet e luftrave, banorët e Kojës kanë qëndruar të fortë dhe krenar, duke ruajtur gjuhën, kulturën dhe zakonet shqiptare. Çdo gur i këtij fshati mban brenda një rrëfim, ndërsa flamuri ngritur së fundmi u kujton të gjithëve se Koja nuk e ka harruar historinë e saj dhe se identiteti është një thesar që duhet mbrojtur me dashuri. Për të folur më shumë rreth nismës dhe realizimit të kësaj veprimtarie, si edhe rëndësinë që ky flamur mban për vendasit, ne intervistuam Pjetër Gorvokaj, i cili për televizionin Bojnë u shpreh me emocion dhe gëzim të madh për vendosjen e flamurit në zemër të Kojës. Ai gjithashtu falenderoi zotin Koli Vanaj dhe shoqatën Koja për mbështetjen e tyre të vazhdueshme në projektet që forcojnë lidhjen e komunitetit. Koja, në kjo se du me fillu me fol, ka merita të shumëta. Prej çka i maj mend vetë, çka e di vetë, ka merita shumë edhe më të larta. Se sa luftna e sa janë bon, Koja ka qëndrua njëta çka kanë qenë. As ka muj kush me më marë mundësin që me nërrua besim, as me nërrua kom, por gjithmonë kanë qenë të njëjtë. E sot, është se gëzimi ma i madh imi, që mirë se kini ardhë, po thoni, edhe gjithmonë kjo është i për të mirë, dhe u dëshoj sukses në punën e juaj, se ajo është një gjë shumë e madhe. Me ngrit flamurin kombëtar të tonin, që i dikur se kem mendua se mundet të arri ajo kohë, e kanë ardhur ato ditë të ngritim flamurin kombëtar pranë dëshmorëve të tanë që i kanë rënë në Deqiq. Ata kanë qenë 7, që i kanë rënë në Deqiq, emrat e tyre të gjithë i di, vetëm nuk dua që ti i përmeni asnjë, por kanë meritat e tyre që edhe shqyqyr që i është ardhur ajo kohë, me valvit flamuri kombëtar shqiptar përmendoren e tyre. Edhe në malin e Kojës, ajo krenari për ne, sepse ajo festa edhe me malli 28 nëntori, edhe flamuri, ato të gjitha bohen, do me thonë e rrisin vendin, a jo vetëm se duhe me folë me thonë për Kojë, për e rrisin vendin të tonë. Me që tonë kombi shqiptarë. Na kemi një ditë që me të kazua e festojmë, është 28 nëndori. Por kjo ka rrënjë të thella, kjo festohet që Gjergj Kastrioti. Ku në kjo se na duhem me i hyrë, edhe me bjesetua pak gjonë, dhe kisha nështë shumë gjonat interesante, me kanë me folë vetëm për Gjergj Kastriotin, ajo është një gjonë që nuk mundi pe e këthonë. Unë kur e kom lezua edhe e kom pa papën, kur ka shkrua në Kalatisi për Gjergj Kastriotin, unë jam befasua shumë. Kur ai thot, ka qenë një burr nalt me veprimet të tina të larta, ka luftuar për kombin e vetë, ka mbrojt shtetin e vetë. Edhe Valteri ka folur, kanë pasur aso fjash, kanë qenë shumë të shumëta, se sot nështë edhe koha nuk na i lejon. Vetëm se unë dëshoj këta me thonë, shqyqyr që e ka më rritë, më barë majtësia, me festu ashtu në të mënyrën si mba modeste, sepse në Shqipëria është
Shqipëria e feston si fest, a na e festojmë, do më thonë, se fest modeste, kuptoj si festën tonë, edhe 28 nëntori, ka një histori shumë të lartë, sepse duhet t'ja fillojmë prej këtu ka lidhje edhe me majtësi. Në Bratilen nuk e ka përmendur, shazdi e përmend kush, por me 6 prill është ngrit flamuri në Bratile, a me 7 është ngritën në Vlorë. Mandela ka ardhur edhe deri te formimi i shtetit shqiptar. Me atë flamur, do me thonë, është qysh atëherë, qysh Gjergj Kastriotit, e deri sot, gjithon kombi ynë, është krenal, sepse ai nuk e kallon vetëm për me thonë që me ndonjë presion të dikuj ose diçka, por për Gjergj Kastrioti ka qenë besniku i popullit tonë, se nuk ka qenë tradhtar, se i ka thonë vetëm Turqia, se tjerë nuk i ka thonë se i ka ardhë, e ka shigjerua vendin e vetë, tokën e vetë, edhe ka mritur me zonë vendin në mesin më të lartë, njerëzit më të lartë, luftar, të cilët janë në botë që mundet edhe, as pak nuk të përnoj me thonë, me Napoleon Bonaparte. E atëherë janë gjona të mdha e vetëndërisht të më ka thonë shumë, vullnet dhe prapë, Kalitasi, me papa i tretë, kur ka folë edhe ka shkrua, edhe që shkrua për Gjergj Kastriotin, ajo është shumë të ti, ajo thotë është komandant burnor. Dhe ata, do me thonë, lidhet edhe me në gjarjet kombëtare, se populli në gjithmonë ka qenë kombëtar. Na shqiptar duhet t'jem krenal. Jo se o flamuri, jo se 28 nëntori, por kur nuk kem qenë armiqt e kuj. Je ky flamur, kur nuk është përdor me i zapua dikuj tokat, kur nuk ka luftua kundra dikuj, ai ka qenë vetëm për të mirën e vende vetë, ai që ka dashur me e kuptuar. E ton na së bashkut duhet me qenë aq të kënaqur kur me thonë se mund me thonë për një flamur, për një shtet, për një popull, që kur nuk kemë pretendua, tokat e huaja. Ata tjertë kanë pretendua. Kemë pasur në ratë, të shumë ta, na edhe Gjergjin janë mundua me ne bon, që ka po di, jo Slave, jo Macedone, jo Bulgare, por prej Kosovë, ajo shqiptar. Ajo ka thënë vetë që janë shqiptar. Ai nuk ka tradhu kurkon. Kur kush si ka thënë Gjergj Kastrioti të tha, Turqia mundi me folat vetën, sepse ai nuk ka prenua me qenë shqiptori i Turqisë. Pa ardhur në vendin e vetë, ka mbërrit vendin e vetë, edhe ka luftua për interesin e mbar edhe të Evropës. Se sikur mos kite qenë, mos lirua Shqipëria, e me ardhë Gjergj Kastrioti më qua kundra Turqijet, nuk e di se si kime kënë Evropa sot. Se ato janë gjanat që duhet me i analizua, se ka shkua që na kemë shumë raste historike që së mujmë me i mdhone, së mujmë me i duave, dikush done, dikush nuk done, por se unë a i thomë një ota që ka thonë, sepse Gjergj Kastrioti ka qenë njeri adhetar, njeri luftar, njeri heroj, njeri që mundet më qmua, vetëm me 2-3 në botë. Ky e ka vendin në tonë, Evropë po thush, që të ndërtohet përmendorit e tina. Edhe jonë të ndërtuara, në çdo vend, edhe ka emnin e tina, në sa vend, Gjergj Kastrioti, Skënderbeu, pa që më të thomë, se i thonë Skënderbeu, edhe e me të vërtet, ai është një gjonë që është e madhe, me folë sot na për këtë ditë të tonë, është e gëzuame, është e ljumëtun, me pritmin, me shnet, me gëzim, 28 nëndorin. Flamuri ynë është i daluar. Ai, flamuri ynë është flamuri Gjergj Kastriotit. Për këtë gjonë, edhe i kom thonë disa fjallë për Gjergj Kastriotin,
se qysh, se qërë që ka sjotis ky flamur kur së ndrua. Mirë, atëherë, ne do të kthehemi edhe një herë tek ngritja e flamurit në Koj, sepse të gjithë teleshikuesit kanë dëshirë të dinë edhe kush ka qenë iniciatori, pra si ka ardhur nisma që ky veprim kaq i bukur të realizohet. Mund të na flisni pak për këtë? Këtu du me thonë një gjë që është shumë me vlerë. Ka vlerë të madhe një herë, edhe është veprim shumë i bukur, edhe është veprim meritor. Kjo është rrjedh, iniciator ka qenë Kolja Ivanaj, bashk me shoqatën Koja, të cilët me ngrit flamurin sot për 28 nëndor, pranë përmendores së luftëtarëve të rënë në Deqiq. Koja sot, po thomi, ajo shëndrit, ajo drit, edhe ajo ka dhënë se me të vërtet Koja kush ka qenë. Nuk është nevoja që të folsh për një vend që nuk i ka meritat, por flasë për atë vend që i ka meritat. Unë nuk jam sot për me dhonë një bjeset kështu të shkutër për Koj, se për Koj unë di shumë gjana. Se Koja ka shku ka 7 vjetë vendin e vetë, Koja ka bo sa luftra, Koja ka bo për mos më nru as besim, as kom, as kurse. Por në tha, është ndihma edhe e rrethit fitarë dhe gjonat, edhe kuçi ka bon tjera në gjona, tjera lojna. Në to nuk po mendi të doj të hi, se ata e kom veçanarisht të ndam, e di se si ka veprua, se e di çka ka qenë edhe kuçi, por ata ka shku atë rrugën e tyre, na kemi met në rrugën tonë, një pak i se vogël, por na jemi Koja, jemi shqiptarë, kemi betur shqiptarë, kemi betur një thashë, kemi gjithmonë. Nuk kemi ligjua para, varet. Me në tretë kanë thonë, na nuk rojmë fejë, pesë, kumëtare, e s'ka tjetër. Aty kanë qenë gjana shumë interesante për Koj me i pojtë, po dikush nështë me kenë, e një jo më një pse, per jo. Kur që nuk po plasë, si kurse në që ka shkruhet. Dhe të urnojnë, dhe të marrin dhe të lezojnë. Dhe të lezojnë tash edhe Mark Milanin. Pa dhe që ka më thonë. Dhe si është gjona, si ka shkua, të gjona kjo është historia e ati vendi, se përgjithsisht dhe masisht, është shumë interesant. është shumë interesant. Ndrua që shumë pak edhe kemë rrit. Kemë rrit. Po dhe shëroj që dita me dit, do të më rrim edhe ma tepër. Unë nuk jam i Kojas, unë jam i Kërmenas. Unë e kom rrjedhin për i Kërmenit. Unë jam për i Buklit. Na jemi të ardhën aty. E Koja e ka pas emnin Koj, që që vës Koja, më pas emnin Koja, për e thëtë. Me mendova, e ka pa i gjyshi, apo star gjyshi yn emnin Koja. E aty janë qona që historia ka atë vetën dhe këtë dashë për ditë se kush edhe si rrjedhim, edhe ka rrjedhim. Na jem prej Buklit, në Kërmenas. E ata nuk është thonë asë një herë, ka pas rastet të shumëta që Koja e meriton që në ngritë të muri sot në atë vend. Pse për meritat e tyre, për gjakun që kanë derë, se nuk ka met vend pa vëlla me gjakën në martë të Kojës. Edhe s'kanë të muj kushtit, muj me i këthy, me i largu prej, asë prej besimi, asë prej kombit të betë, asë prej identitetit të më thonë, ajo është e madhe në të kohë, në të luftëna, me i përbalua. E nuk ka qenë një vend i madhe. Ka një 30, 40 shpi, ka pa më rritë dheri në 80, kurse me të kalzua ajo është shumë e madhe. E për e këta, Kol Ivanajt, mundi me e thonë shumë faleminderit për veprimtarin që ka bon. Kjo është një veprimtari që nuk mund as harrohet, e para herë është se vepruame në këtë mënyrë të organizuar. Faleminderit një Kol shumë, se Kolla ka edhe merita. Edhe të tjera, edhe faleminderit shumë, edhe shoqatës Koja, të cilët e kanë përkrah, edhe dëshiroj që t'jenë sa më të afër njëri me tjetrin, se sot na festojmë një festë që është festa jonë më e madhe. Të gjithë shqiptarët, gjithë kajonë, dëshiroj që të
lusin me gëzime, të presin me gëzime, të jenë të gëzuam në shtëpiat e tyre, edhe në familje, edhe në rrethe, edhe në tubime. Dëshiroj që gjithë çdo vit e më tepër, që të shtesim asaj udhë për të mbulluar atë në të vërtetën, sepse na kemi 28 nëntori, 28 tonë shqiptarëve. Po na e Shqipërisë, po edhe jemi ashtë. Edhe çdo shqiptar kemi e thonë, çdo shqiptari ku do linë që mos të harroj historinë e vet. Mos e harroj 28 nëntorin, se me bombe harroj 28 nëntorin, me harron edhe historinë. E lënë me rapa historinë. Ju dëshiroj të gjithë shqiptarëve gëzim, lumtuni në këtë ditë, dhe në tjera ditë në Armeni, që çdo herë ma suksese, ma përparim me të keni edhe të rinjallin ata që nuk ka qenë, edhe deri tani të rinjallin, por të vërtetën. Jo të papërt, por të vërtetën. Sepse kombi shqiptar na e di se kem pasur shumë gjëra, edhe Lena mjaft na ka rujt 28 nëntori, ne na ka rujt Gjergj Kastrioti, ne na ka rujt edhe e drejta, edhe gjakujën që i kem darë, na jem kanë të përbashkë, na jem kanë gjithmonë, edhe do të jem gjithmonë të njëjtë, me një mendim, me një qëllim, me një dëshirë, që çdo vjet e ma bukur, e ma mirë, sot i vjet, unë dëshoj edhe ma bukur e ma mirë të pesohet, edhe ma të afër në të jem njani me tjetrin, çdo shqiptari që është, qysh, Zelande, Sëri, Australijet, Evropë e botë, ju dëshiroj të gëzime për shumë vjet, me lutë, me zemër të mirë, me dëshirë, me sukseset të familjeve, edhe të kombit të tonë. Kushdo të lanë mbrapa, këtë gjonë mendoj se që janë shqiptar, nuk është në udhë të drejtë, por t'i kthehemi vetë vetit, përse se rujt e vetin, nuk të rujt i tjetëri. E pachin me jetë mirë, 28 nëntorin, e pachin me jetë mirë edhe këta, që kanë vepruar në kohë, mendoj të gjithë shqiptarët e pachin me jetë 28 nëntorin, edhe këtyne që shumë falenderohemi si kohës, si gjithashtu shoqatës, koja që u ka ra ndërmet me ardhë, edhe me na përgëzue, me na të regu se jem kënë diçka dikur, se tash kemi emigrue, kemi paksue, nuk kemi shka me bon, por është kryelartësi e madhe me folë për historinë tonë kombëtare, për 28 nëntorin. Ajo është një gjë që njeriu nuk di deri kur me nalë me mendu deri çka kime ardhë me mendua. Sepse 28 nëntori janë festa jonë me madhe